A kemi shembuj të Muhamedit alayhis salam se si kanë filluar ato agjërimin, ibadetin, adhurimin që e kanë bërë? Po normal do thot shembujt janë të mëdha janë, apo kupton? Se mos më kon ato shembuj nuk kishme me qenë edhe ne. Ajo çka është përmend prej historisë së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, hadithin të cilin e transmeton Aisha radhiyallahu anha, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte shumë bujar dhe fisnik. E sidomos hala ma bujar u bante në muajin e Ramazanit, sikur çka është era e pranverës. Shqon do thot çfarë krahasimi ka bë, do thot nana e muslimanëve Aisha radhiyallahu anha, duke e krahasu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me erën e pranverës. Pse se era e pranverës do thot është e bereqetshme, se ajo ban do thot plenimin e luleve në pranverë. Edhe çaj bereqet pastaj do thot na sjell fryte, të cilat fryte do thot na i hajna gjatë verës apo gjatë vjeshtës. Të gjitha këto gjona do thot fillimin kur e kanë do thot në pranverë. Po ashtu edhe Ramazani është i tillë, i cili do thot është muaj në të cilin do thot mbjellen mirësitë. Edhe ato mirësi të cilat do thot mbjellen në Ramazan, pastaj ne rezultatin e tyre i korrim do thot më vonë. Kjo është do thot çka është vërejtë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po tjerët do thot çka është vërejtë e pejgamberit dhe sahabët do thot janë kanë njerëz të cilët ditën kanë agjinu, ndërsa natën e kanë kaluar duke bën ibadet, do thot duke u fal. Edhe ne do thot ne sot e vazhdojmë atë njëjtën tradit, do thot ditën agjinojna, ndërsa natën çka bojna përveç se e falim do thot namazin e yacis, pastaj vazhdojna do thot edhe me faljen e namazit të taravis. Në të cilën falje të namazit të taravis ne do thot ndëgjojna Kur'an prej imamëve ton, e me ndëgjimin e Kur'anit afrohemi më tepër do thot te Allahu dhul Jalal. Për atë arsye ka përmend hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, çaj i cili agjinon ditën edhe falet natën, këti njeri do thot që i falen gabimet. Inshallah Allahu dhul Jalal na ban për atyre çka na falen do thot gabimet me agjërimin ton të cilin e bojna ditën edhe me faljen ton të cilin e bojna natën. Kretat këta janë do thot shembull i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe shembull i shokëve të tij, i cili shembull tash do thot me vite të tëra ka vazhduar te ne. Por siç e përmenda edhe më herët, do thot me kalimin e kohës edhe me dobësimin tonë apo si musliman, shumë disa gjona do thot ja kemi hupën atë vlerën të cilën e ka pas në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për atë arsye se në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam Ramazani ka pas një vlerë të madhe shumë. Çaq vlerë të madhe ka pas saqë në për hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është përmendur ka thonë, nëse dikush vjen gjatë ditëve të Ramazanit të fyn apo edhe ta mshon, apo dush mi thonë ti qka i nisaj. Do thot unë sot jam me Ramazan, edhe nuk du me prish Ramazanin tem duke të fy ty apo duke u zonë me ty. Kjo do thot është një prej suneteve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Çështje kjo e cila sot ka humbur. Le që ka humbur po ka dhënë herë do thot dikush edhe na akuzon thot mos i fol filonit se ki s'ka pi duhane sot janë shumë i sert. Që vend se mu boj i but edhe mu boj më shirshëm, ai do thot me nëpërmjet Ramazanit dikush e paraqet ata do thot bëhet agresiv, do thot kjo është e kundërta e asaj na çka është në traditën apo në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kjo si dokuri, ndërsa sa i përket për shembull dokurisë tjetër të faljes së natës, apo thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do thot në Ramazan do thot është fal, por nuk ka fal sikur na, apo thon çka shpesh herë e shoh disa më parashtrojnë pyetje, hoxha cili është rekordi për me fal taravin. Ai ke pa në filan faqen e internetit apo ai imami i Turqisë ku i diçka apo bin shembuj të cilët do thot nuk janë për të përmendur si shembulltyr, por përkundrazi do thot janë defekte te ummeti islam, Zoti na rujt prej atyre defekteve. Pse? Se mundohemi do thot veç me kry obligimin, ndërsa puna e faljes nuk është krymi i obligimit, por puna e faljes është shërim i shpirtit, edhe ngjallje e shpirtit. Ashtu që edhe namazi taravis do thot duhet më kon ai namaz i cili do thot i ngjall zemrat e besimtarëve, namaz i cili i pushon do thot shpirtat e tinve, njeriu kur shkon do thot me fal këtë namaz të taravis jo me shku me kry obligimin, por me shku edhe me ngjallën shpirtin. E ngjallja e shpirtit do thot normal, bëhet do thot duke u kënaq me leximin e Kuranit, duke qenë ai lexim pak më i gat, e jo sikur çka na për shumë vende për shembull e shohmi për fat keq apo çka me një shpejtësi të madhe vetë se me thonë që u lexu Kur'an,
ndërsa zgatja e harfeve të Kuranit, e cila do thotë është ibadet në veti dhe është kënaqësi në veti, do thotë e hupat jeshije dhe atë dukuritë që ka pas në kohën e pejgamberit, bukurinë e Kuranit. Bukurinë e Kuranit. E këto gjëra do thotë duhet ne muslimanët me i kthy. Do thotë duhet me i kthy në për xhamiat tona edhe në jetën tonë. Çka është problemi, do thotë